unë i kumë përcjellë në shumë vëmendje dje, gabimin e parë ose atë gabimin e vetëm, mirë me thonë, e ka bënë lëvizjave të vendosje, partia e parë, e cila si takon barra e përgjithësisë edhe kushtetuese, me kriju qeverim paraprakish me konstituu kuvendin. Çka ka bëu vendosja ose qeveria që ta po dojnë me qenë me gjithkusht pjesë e qeverisë akoma pra në detyrë, nuk ka dhënë ndërheqje. Sipas ekspertëve çështjes, aty duhet ligji për qeverinë, që për më tepër e ka përpilu ose e ka vënë fuqi kjo qeveri, pra me numrat e vet mandatin që po e lën mbrapa, thot qartë, e specifikon qartë, gjithë ata që kanë poste qeveritare, edhe nëse zgjidhen deputet, zgjedh që vinë mbrapa, duhet me dhënë ndërheqje. Nga njëna detyrë. S'mundesh mi marrë dy detyra fshatërore në kohën e njëjtë. Këta se kanë bëu, dje ka bëu Albin Kurti përmes një postimi në Facebook, edhe ato mandej kanë qitë si shkres, ndërkohë alibia e tjerëve deputet ka qenë që janë edhe ministra në detyrë, ka qenë që ka dhënë Albin Kurti. Këta do të më thonë se cili veç e veç. Por kjo pastaj e ka shtyr partitë opozitare në binjën teme me drejt që mos me e votua atë konstituimin kuvendit, pra verifikimin e mandateve, në mënyrë që edhe si pasojë dëshoj seanca. Por çka ka ndodhur? Unë mendoj që Albin Kurti edhe këtë kabineti i tij qeveritar, që janë edhe deputet aktual, e kanë bërë qëllimisht. Edhe qëllimi i tyre ka qenë shumë i thjeshtë përmes një manipulimi ose një interpretimi sipas stilit tyre të kushtetutës, që nuk kanë drejt në gjykimin tim, me i qitë keq partitë opozitare edhe me njërsu me listën serbe. Ju keni pa atje, si në korë, prej kryeministit e të poshtë, këtë zyrtarët e lartë partisë pushtet, e kanë përmend qysh kuvendin e Kosovës e pengoj ose konstituimin e kuvendit e pengoj lista serbe edhe partitë opozitare. A qëllimi ka qenë ky, por nga ana tjetër kemi pas një reagim shumë për mendimin tim të mençur opozitar, e kanë shpjeguar këtë partitë opozitare pse është kjo e jashtëligjshme, pse kanë drejt këta, mos me votuar në asnjë mënyrë kur deputet në kuvend sallë një të kohë janë edhe me poste qeveritare, edhe domethënë ajo propaganda e vendosjes në gjykimin tim nuk ka vlerë. Ka reaguar mirë dje zoti Abdul Gjiku, pastaj zyrtar të lartë LDK-s, zoti Memri Krasniqi, po ashtu me zyrtar të lartë që shumë mirë kanë shpjeguar, edhe zoti Haradinaj. Kështu që këtë qëllimi ka qenë me bën një luftë, një propagandë karshi opozitës e listës serbe. Ndërkohë mbrapa ne po shohim që i patë edhe ju disa mesazhe në rrjetin social Viber ose WhatsApp spedit cili ke, ku lista serbe pretendohet që i ka 4 vota pro Kurtit. Janë parë në fakt disa mesazhe, por që më pastaj një gjë e tillë edhe është mohuar nga lista serbe në një reagim që ka pasur. E vërtet, po një gjë e tillë, po një koordinim eventual mes vetëvendosjes dhe listës serbe, po mohohet edhe nga partia në pushtet ose nga lëvizja vetëvendosje. Po unë mendoj që kanë koordinim. Edhe mendoj që një pjesë e listës serbe, nëse jo kret, kanë me votuar qeverinë Kurti. Edhe djena e pam, ose ku jem bindun, pikrish në kanalin e juj, në këndin e debatit, dje ke ish ministrja jashtme tashmë, zonja Donika Gërvalla, e cila u mundue me paraqit si aksident një koordinim që e kanë tashmë me listën serbe. Këta në publik e kanë paraqit gjithmonë që janë një parti që gjithmonë kundër listës serbe, gjoja ju pengon lista serbe, ndërkohë veprimet mbrapa skenës e kemi pa që janë të koordinume. Prej atyne audio inqizimeve të Mimoza Kusarit, e deri të votimi i 2 antarëve të vetëvendosjes në KQZ, për me i marrë lista serbe 306.000 euro që i takojnë për shtetit, të regon që këta kanë një koordinim edhe një raport shumë drejt me listën serbe. Por këta, që aprovojnë tash, a i votimi eventual i listës serbe, që për mund ka mendohet, me në paraqit njëve sikur është aksident, sikur nuk është vullneti tyne, në fakt është koordinim i pastër, bashkëpunim i pastër i Kurtit me listën serbe. Një nga deputet që ka takuar Kurti për me bon qeverinë, me bon numrat, është edhe Adem Hoxha. A dini kush Adem Hoxha? Adem Hoxha është një person i cili është direkt infiltruar edhe me Milan Radojčić. Kur janë bon ato bastisë në Dragash për komunës nga unë, të atyne zyrave paralele ose institucioneve paralele serbe, në mesin e atyne persona janë gjithë edhe fotografi ku figuron edhe Adem Hoxha. Ajo është njeri direkt i lidhën me Radojčićin me listën serbe. Pra këta edhe kur ju vyjnë, kur ju leverdis, e bëjnë edhe haptas, veç mundohen me kësi arsjetime. E vërteta është kjo, mes opozitës ose partive opozitare aktuale edhe vetëvendosjes, koordinim edhe bashkëpunim ka veç vetëvendosja, jo partitë opozitare. Me këtë kritikën që mundë me pasaj për ta, për veprime tjera. Me që jemi tek kjo pjesë, ka qenë pikërisht ministrja Donika Gërvalla që dje në këndin e debatit, ka thënë se ekziston rreziku, që lista serbe voton. Pse mendoni që e ka cilësuar në një formë të tillë? Po pra se kjo është ideja e këtij pushteti aktual. Kur vinë votat për mu votuar kryeparlamentari, pastaj qeveria, që o ma rëndësishme qeveria,
këta me paraqit publik ose me përgatit terenin. Po, valla, e votuan lista serbe, po pa vullnetin ton, edhe qëllimi ke me kompromentuar qeverin kurti. Po këta janë koordinum. Pra unë po thonë, një koordinim, një bashkëpunim që e kanë me listën serbe, që e kemi pa ato e bonë mbrapa sken, tash mundon me shtruhe infrastrukturën e mendimit sikur është aksident, sikur lista serbe po vepron qëllimshëm me komprometue Albin Kurtin në partinë e tij. Këto janë vërteta. Këto s'bën mi hongër kurçysh elektorati ose qytetari i Kosovës. Pra, këta kanë bashkëpunim qartë. Unë nuk e di pse ka dyshime mo. Jo e keni pa që janë koordinuar me listën serbe për pagon e veteranëve. Paraprakisht Kurti përmes listës serbe e ka kontrabanduar Vjosa Osmani presidente. Pra nëse ka një histori dashurie mes listës serbe me një parti shqiptare, ajo është lëvizja vetëvendosje, jo parti tjera të paktën këto 4 vitet e fundit. Atëherë pse mendoni se ka pasur akuza dhe ditë më parë nga kryeministri Kurti që Serbia po ndërhyn në zgjedhjet në Kosovë, madje ka specifikuar në fakt ndërhyrje tek komunitetet jo shumicë. Kjo mendoj unë është shantazh edhe ndaj atyre deputetëve të pakicave jo serbe, ku ai mes tyre ka apostrofuar edhe emra, por në mënyrë që në Kosovë kjo dihet që nuk pritet mirë ose shoqërohet me kritikat ashpra, nëse për një menej deputet i pakicave jo serbe bashkëpunon ose shantazhohet ose ka lidhje me Radojqićin, kjo në Kosovë nuk konsumohet lehtë. Prandaj ai këtë akuzë bën në mënyrë që më ia ul, si më thon, peshën që e kanë edhe me i marrë nën ombrellën e vet, qoftë edhe përmes këtij shantazhi. Pra ky është shantazhi i pasur. Dhe sot Lymedal më na shpjegue, nëse nesër eventualisht Duda Balje e voton zotit Kurti qeverinë, ai lyp me na të shpjeguar neve çysh ka mundësi tash me bën një qeveri me një njeri që është i shantazhuar nga Milan Radojqić, sepse akuza është e rëndë. Unë nuk e di a ka zonja Balje lidhje ose a shantazhohet për Radojqićin. Kjo është akuza e vetëvendosjes. E tash nëse ajo ose asaj kërkohet me e votuar qeverin Kurti, çysh ka mundësi po kërkon vot nga një bashkëpunëtor i listës serbe ose nga një bashkëpunëtor i Radojqićit. Këtu edhe një argument shtesë që vjen flluska që këta janë kundër listës serbe. Jo, këta jo duhet lista serbe e përdorin ose bashkëpunojnë kurdo që i bashkon interesi. E këtë radhë po gjet që i bashkon interesi. Kurti ka bërë shërbim të madh